Qoftë lëvduar Jezu Krishti, të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës. Ju ftojmë këto momente të lusim së bashku mbrëmsorën e parë të së dielës së javës së parë gjatë kohës së Kreshmeve. Psalmet i marrim nga java e parë e psalterit. O hy më e në ndihmë. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Himni. Dëgjo krijues dhe shamirës, me lot po të lutemi. Ndër agjërimet të shenjta ke themeluar kreshmët. Gjurmues hynori zemrave, që një dobësitë e forcave, atyre që ka t'i kthejnë jepu hirin e faljes. Vërtet kemi bërë shumë mëkate, të penduarve jepu mëshirimin, e me lavë të emrit tënd të dobtëve jepu shërimin. Kështu trupin jashtë dërmoje, në nështroja agjërimeve, dhe mendja për korë t'i shmangët njollës së fajeve. Ndihmo Trini e lume, na lejo një vetme, për të tu të jenë të frytshme, këto dhunti frenimi. Amen. Antifona e parë. Të përvuajtur dhe të penduar na prano Zot, letë të pëlqej flia e jon që sot po e paraqesim para teje. Psalmi 141, lutja në rrezik. O Zot, klitha drejt teje, eja me të shpejtë e kun. Dëgjoje zërin tim kur të thras drejt teje, ngrit lutja ime si tymi i kemit në pranin tënde. Lartësimi i duarve të mia, por si flia mbrëmjes. Vërja rojën o Zot gojës sime, edhe rojtarët në derë të buzëve të mia. Mos lejo të priret zemra ime në punë të këqija, për të sëndërtuar punë të liga me njerëz të paudhë, që të mos i shijoj kënaqësitë e tyre. Le të më rrah i drejti, kjo është mëshirë. Le të më çortoj, por vaj mëkatarit mos e lëft kokën time, por paça uratën përballë mbrapshtësisë së tyre. Kur nga gremina t'i plandosin gjyqtarët e tyre, do të shohin sa të ëmbla kanë qenë fjalët e mia, por si ashklat e latuesit e të prerësit në përtokë, shpërndahen ishtrat e tyre, grykës së nën tokës. Te ti o Zot, hyj im, janë sytë e mi, ty të rash në dorë, mos lejo të biret shpirti im, më ruaj prej grackës që ma kanë ngrehur, prej pengesave të atyre që bëjnë të keqen. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Të përvuajtur dhe të penduar, na prano o Zot, letë të pëlqej flia e jon, që sot po e paraqesim para teje. Antifona e dytë. Në atë ditë do të thrasësh dhe Zoti ka për të dëgjuar, ke për të bërtitur dhe do të përgjigjet. Ja ku jam. Psalmi 142. Ti je strehimi im. Me gjithë zë e thëra Zotin në kushtrim, me sa zë kam Zotin e përbej. Para ti zhgrehem në vajtimin tim, para ti e qes shtërngimin tim. Me gjithë se shpirti im po meket në mua, ti e një ullën time. Ullës nga më duhet të kaloja, ma ngrenë grackën. Shikoja djathta se shija, si shte askush që të më njite, askun shtek shpëtimi, dhe s'është askush që të kujdeset për jetën time. Atëherë të thira në ndihmë o Zot, e thash, ti je strehimi im, ti je pjesa ime në tokën e të gjallëve. Vështroj britmat e mia sepse jam përvojtruar për së tepërmi. Më liro prej salvuesve të mi, sepse janë më të fortë se unë. Nxirre shpirtin tim prej rrethimit, që ta lavdëroj emrin tënd. Rreth meje do të bashkohen të drejtët, nëse mirësisht do të kujdesesh për mua. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Në atë ditë do të thrasësh dhe Zoti ka për të dëgjuar, ke për të bërtitur dhe do të përgjigjet. Ja ku jam. Antifona e tretë. Krishti, i drejti, i vdekur për ne, na rikthen tek hyi, i vrarë në mish, jeton në shpirt.
Kënga marrë nga letra Filipianëve, kapitulli 2, rreshti 6 deri në 11. Krishti shërbëtori i hyjt. Krishti Jezus edhe pse me natyrë hy, Barazin e vetë me të nuk e çmoi si një visar që s'mundet pa të. por ja mohoi vetvetes E mori natyrën e shërbëtorit dhe u bëri ngjashëm me njerëz, dhe për kapamja jashtme duke i vetëm njeri, e përuli vetveten duke u bërë i dëgjueshëm deri në vdekje. mu deri në vdekje në kryq, Prandaj edhe hyi e lartësoi tezve, dhe i dha emrin që është mbi çdo emër, që në emër të Jezusit të përkulet çdo gjuhë i atyre që janë në qiell, në tokë e në nën tokë. dhe çdo gjuhë të dëshmojë. Jezu Krishti është Zot, në nder të hyjt atë. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Krishti i drejti, i vdekur për ne, na rikthen tek hyi, i vrarë në mish, jeton në shpirt. Leximi i shkurtër marrë nga letra 2 te Korintasve, kapitulli 6, rreshti 1 deri në 4a. Vëllezër, ne ju çortojmë, mos e lini pa frythirin që morët prej hyjet. Ai thot, në kohë të volitshme të vështrova, në ditë të shpëtimit të ndihmova. Ja pra, tani koha e volitshme. Ja pra, dita e shpëtimit. Ne nuk i japim askujt shkandull në mënyrë që të mos poshtërohet shërbesa jonë. Përkundrazi, në çdo gjë e dëftojmë veten si mbashtues të hyjet. Përgjigje e shkurtër. Tani është çasti i volitshëm, tani është dita e shpëtimit. Tani është çasti i volitshëm, tani është dita e shpëtimit. Mos të jetë kot për ju hiri i Zotit. Tani është dita e shpëtimit. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Tani është çasti i volitshëm, tani është dita e shpëtimit. Kënga ungjillore Magnificat. Antifona. Njeriu nuk jeton vetëm prej buke, por prej çdo fjale që del nga goja e hyjt. Kënga e Virgjërës së Lume sipas Lukës ungjilltar, kapitulli i parë. Lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin, Shpirti im me hare i brohorit hyjet, shëlbuesit tim, sepse shikoj me pëlqim mbi shërbëtoren e vet të përvuajt, që tani të gjitha brëznit do të më quajnë të lumtur, sepse punë të mëdha bëri për mua hyi i gjithë pushtetshëm. i shejt është emri i tij, Mëshira e tij brezni më brezni, për ata që e druajnë, e tregoj fuqinë e krahut të vet, i hodhi poshtë qëllimet e krenarëve, i rrëzoi princat prej froneve të tyre, e i lartësoi të përvuajtërit, me të mira i mbushi ata që s'kishin ç'të hanë, e të pasurit i nisi duar thatë, i ndihmoi Izraelit shërbëtorit të vet, duke e sjellë në mend mëshirën, si u apati premtuar etërve tanë. në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshim, Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Njeriu nuk jeton vetëm prej buke, por prej çdo fjale që del nga goja e hyjit. Lutjet e besimtarve. Jezu Krishti është mësuesi ynë, ai është vëllai ynë. Atij t'i japim lavdinë e duhur dhe ta lusim përzemërsisht. O hy, ringjalle popullin tënd. O Krisht, je bëri ngjashëm me ne në gjithçka përveç në mëkat. Bëj që të gëzohemi me ata që gëzohen e të qajmë me ata që qajnë, në mënyrë që dashuria jonë çdo ditë më tepër të rritet e të forcohet. O hy, ringjalle popullin tënd. Bëj që ty të urriturit të shërbejmë ndër vëllezër të urritur, dhe ty të etshmit të shërbejmë ndër vëllezër të etshëm. O hy, ringjalle popullin tënd. Ti ringjalle Lazrin nga gjumi i vdekjes. Bëj që ata që kanë vdekur për shkak të mëkatit, me fe dhe me pendes të kthehen në jetë.
O hy, rinqalle popullin tënd. Bëj që sa më shumë njerëz të shkojnë pas teje me gatishmëri, sipas shembullit të Virgjës Mari dhe shenjtërve. O hy, rinqalle popullin tënd. Bëj që të vdekurit të ngjallen në lumturinë tënde dhe dashurinë tënde ta gëzojnë gjithmonë. O hy, rinqalle popullin tënd. Ati ynë që je në qiell, u shenjtroft emri yt, mbretëria jote u bë vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijmë në tundim, por na liro nga i keqi. Amen. Të lutemi, o hy gjithë pushtetshëm, bëj që me përjetimin e si vjetshëm të krejshmeve të përparojmë në kuptimin e mësimeve të Krishtit dhe ta shtijem në veprim me jetën tonë, në për Zotin tonë Jezu Krishtin birin tënd, që me ty jeton e mbretëron në bashkim me Shpirtin Shenjt hy për të gjithë shekujt të shekujve. Amen. Zoti na bekoft, na ruaj prej çdo së keqe dhe na udhëheq në jetën e pasosur. Amen.